Ka dhe artistë tjera të forta. Po jo si Dafina Zeqiri që i ka gjitha bashkë. Dafina Zeqiri duke që është mbretresh kur ule tavolinë edhe mes 100 milion meshkujve. Është diva, është mbretresh, është kralic që përdoret fjala. E vërtet. Për zotin, Allahu i qoftë. Edhe jam e sigur që palesa artiste dhe femra tjera motivohen nga Dafina që të bëhen si Dafina Zeqiri. Për artiste, për nënë edhe për grua shkëlqyer. Lu familja që e ka në Dafina Zeqirin. Burri që e ka edhe familja burrit. E shoqënia. Kam dash gjithmonë që ta takoj live Dafina Zeqirin. Se di pse ndjej një lidhje emocionale me taku live. Duket sikur do më japë një frymëzim shumë të madh. Se unë që kur ja dëgjoj këngët edhe kur e shoh si funksionon, faleminderit. E ka të vetën zeta. Po. Për shtatet me mua. Ego. Në të ardhmen, Po? nuk e dijet. Ajo pas punon shumë me long time. Me vllajën tënd Dafina Zeqiri? Mario Gurt. Po. Çfarë ka bashkëpunu? Astriti zakonisht një në kanë të saj. Instrumente cilat kërkohen, e normal, edhe unë e një shumë mirë. Në kuptan, nuk dijet, a jere vjen rasti një pëja në shka. Ore, unë dua që vetëm Dafina Zeqirin, vetëm ta kem tavolin e ta dëgjoj si flet. Vetëm dua ta dëgjoj Dafina Zeqirin si flet. Dua ta shoh si shef, si e ka energjinë, si të thith Dafina Zeqiri. Vetëm atë gjë dua. E di që do mësoj diçka shumë fort nga ajo femër. Ditja, do në qaj? Jo. Jo, për do pësim. Po. Do të një lytë qaj ruse këtë ne. A është e mirë? Vërtet? Nuk shumë gut. E kam bo me një sekret mbrënda. Po së të tregoj sekretin. Ama e shishme. Ku bëf mirë. Je pofla. Ima pofla. Kam shumë qef ta takoj live Dafina Zeqiri, vetëm ta kem tavolin. Se e ka dëshmu forcën e i femre në mënyrë paralele edhe karriera, edhe gruaja, edhe nëna. Në mënyrë shumë të suksesshme. Edhe vetëm dua ta dëgjoj edhe t'ja ndjej atë energjinë që ka, se e di që do marrë një mesazh shumë të fortë nga Dafina Zeqiri, që nuk ta marrë nga dikush tjetër. Edhe e ndjej, e din mendja aty mri, ka një vit që e mendoj që e kam nevojshme ta takoj Dafina Zeqiri, se di pse. Kur e ka bë këngën Duro, aty më ka dhe një goditje. Atë këngë nuk e di sa herë e dëgjoj të Dafina Zeqiri, Duro. Shile bëqa. Nuk kam të këtyre. Qa ka të vitin që tensionohet kur përmend homoseksualiteti? Ke një super surprizë për vitin e ri nga unë. Jo, po, i kemi diskutu gjana, tash, do se ende normal, në jemi bashkohor, jemi njerë shumë modern, unë se ardit. Sa i sigur t'ja? 100%, ama kur të provat në do se ende, mu filloj me marët moderiktor. Se është mare në diskutu gjana tila. Mare. Diti s'ka mare këtu.
Pa, Big Brother s'ka marrë. Si filma ta ka Me bërë. surprizën që ta kam bëhun ty për vitin e ri që inshallah del sot në Prime, diti s'ka marrë Big Brother. Big Brother tregon bish se në jetën reale di kush jemi. po të zene për shemull, gjenerata jem. Po? Tash na për shemull gjatë jetës kom digju, kemi digju. Tash unë e fjarë dit, mujë me ndigju një moment ose një histori, ama nëse të prohet, unë ose kom që tavodinën ose qona. Am kuptan, dhe për mua mare. Nuk të kuptoj, Ardi. Qysh nuk më Nuk kuptan? nuk të kuptoj. Gjenerata jem. Është një dhurat me një lloj mendimi që kam dhënë për ty. Ani, dëgjom. A ki ti Gjenerata ke jem. dhënë dhuratën? Si? Jo, Elionës e kam. Unë Elionës do i bëj dhurat një kuror. Bot mirë. Po. Çfarë do i bëj aty Ta Elionës? fjallën. Të me thonë, gjanat cilat diskuton një herë, për zdyti nuk bën më diskutu. Këtu e kom, se i ti natyra jam qashtu. Do me thonë, jam gjendje me ndigju lloj rasti. E dim diti, i kena Po, kry kur për këta. zdyti e përsërit dikush, kur për sreti e përsërit, edhe unë me njëre ndryshe, me nëjë mua praktisat. Ja do e Edhe këshyrin. kjo ide Sot në mirë. Prime. Am kuptan? Krejt energjia tjetër këtë ka muzikë, po. business class, me a këthy me fry. Elionën? Po Jo, Elionës Elionës